Rasti tragjik I cili ka ndodhur dje në Çajër, ku një vajzë mitur 16 vjeçare nëpërmjet forcës është tentuar të futet në veturën private të personit të cilit e njihni në foto. Vajza rastin e ka raportuar fillimisht tek ëma e saj, më pas bashkë me prindërit është dërguar në polici, ku është rasti dokumentuar në polici dhe me një raport nga mjeku, të cilën po e shihni, ku dëshmohet se I janë shkaktuar lëndime në dorë gjatë tërheqjes nga një person I panjohur. Po si ka ndodhur rasti? Ka gati 2 javë kjo e mitur nën frikë nga prindërit nuk e ka treguar ngjarjen se nga ky person I moshuar është torturuar gjithmonë kur ka dalur në parkun e Çajrit për të pasur një marrëdhënie intime. Jo vetëm ajo, por edhe mikja e saj, në të cilës personi në fjalë edhe I ka dërguar mesazhe. Vajza rastin e ka treguar fillimisht tek miqt e saj dhe jo tek familja, ku ata të njëjtët në momentin që ka dalë në parkun e Çajrit e kanë fotografuar dhe e kanë dokumentuar. I njëjti person ka tentuar që t'i jep edhe ujë pa vullnetin e saj, siç që shihet në fotografi, dhe gjithmonë kur ajo është ulur diku në ulset e Çajrit I ka shkuar afër duke tentuar që ta josh me fjalë. Më pas djendja edhe ka eskaluar, ku personi që po e shihni ka tentuar nëpërmjet forcës ta marr atë në veturën e saj private. Sot vajza aktualisht është tek psikologu me rekomandim të mjekut dje, I cili e ka vizituar sepse I është shkaktuar një traumë e madhe. Ky rast është jashtëzakonisht shumë tragjik, por derisa policia të jep një vendim final edhe të jep edhe zyrtarisht versionin e saj, ne do ta mbajmë këtë rast deri në këtë suaza. Më pas, derisa policia të del me versionin zyrtar, do të japim edhe ne detaje më të hollësishme dhe video që kemi për rastin. Momentalisht, vetëm këto informata duke mos dashur që të shkaktojë më shumë frikë dhe panik.